Në këtë edicion do të ndiqni. Pensionistët më nuk duhet të paraqiten në zyrë për të dëshmuar se janë gjallë. Inflacioni në Kosovë sërish në rritje. Ekonomisti Jakub Bellaqa thotë se rritja e inflacionit po dobëson fuqinë vlerëse. Nxënësit e shkollës Fehmi Agani marrin dhurata në fundvit nga Bashkësia Ungjillore Familja në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Pensionistët nuk duhet të paraqiten çdo 6 muaj në autoritetet shtetërore për të dëshmuar se janë gjallë, në mënyrë që të vazhdohet pensioni. Vendimi marrë nga Gjykata Supreme i ka gëzuar fort pensionistët e posaçërisht ata që vuajnë nga shumë sëmundje dhe kanë qenë të detyruar të paraqiten. Pensionistët nuk do të jenë më të detyruar të paraqiten çdo 6 muaj në autoritetet shtetërore për të dëshmuar se janë gjallë, në mënyrë që të vazhdohet pensioni. Gjykata Supreme ka shpallur të paligjshmëllësimin administrativ që përcaktonte këtë rregull, duke e konsideruar atë barë të panevojshme dhe diskriminuese për pensionistët. Njëri nga pensionistët thotë se ky rregull i ka shkaktuar probleme serioze, pasi për shkak të vonesës së njoftimit, pensioni i është ndërprer përkohësisht. Ky vendim i gjykatës është i mirëpritën edhe ka sukses për pensionera për të vjetër, se ka njerëz që janë pa lëvizshëm, s'kan mujt më udhëtu, duhet me pagu kerrin e me çu ose të vjetrin ose plakën pa marrë parasysh shkakon se ta ndërprejshim. Unë 2 ditë me 13 kom pas më lajmëru, kom harruar, me 15 me 17 jam shku, më ka nol. Tha sistemi ka qitë për ren 2 muaj ditë, unë edhe gruaja s'kena marrë pension. Pse si na lajmëru me kohë. Po harron njëri i vjetër harron. Po tash gjykata kushtetuese kishte pru vendim me hek për ligjit, për qeverisë për ligjit. Edhe është i mirë pritën edhe neve në ka gëzu, sidomos pensionerëve, se edhe në ka kushtu, ja paguje kerën, ja shkoja nena, është i mirë pritën. Ky vendim është mirë pritur veçanërisht nga pensionistët që vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe që deri tani kanë qenë të detyruar të paraqiten fizikisht, shpesh edhe në kushte të vështira shëndetësore. Ky vendim është i mirëthardhën. Na pletë smund, po duhet me shku me taksi. Më paraqit. Ku më shku tash unë një smund me taksi më janë që kjo është mas e qëllume. Naim Jaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se ky vendim i Supremës është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi bara verifikimit nuk mund të ngarkohet qytetarëve. Inflacioni në muajin nëntor të këtij viti sërish ka shënuar rritje, e këtë situatë njohësi i çështjeve të ekonomisë Jakub Bellaqa po e vlerëson si shumë shqetësuese. Ai thotë se rritja e inflacionit në nëntor prej 5.3% e dobëson fuqinë vlerëse edhe më shumë, sepse kjo rritje është më e lartë në krahasim me muajt e shkuar. Rritja e inflacionit në muajin nëntor të këtij viti në 5.3% ka dobësuar edhe më tej fuqinë vlerëse në raport me inflacionin e muajve tjerë. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Jakub Bellaqa në një lidhje virtuale për Mediumin ton, thotë se në këtë muaj është inflacioni më i lartë dhe i njëjti ka dobësuar shumë shportën e konsumatorit. Muajin nëntor kemi një inflacion prej 5.3%, faktikisht është inflacioni më i lartë mesatar, domethënë në këtë vit po dhe ndër vitet e mëhershme. E kjo e përkeqëson tregues makroekonomik edhe e përkeqëson i shportën e konsumatorit, ekonomive familjare, sepse faktikisht inflacioni për çdo muaj është duke rritur, ndërsa pagat ngecin me një vend që nuk ngritën. Faktikisht, kjo dobëson fuqinë vlerëse edhe sidomos i kërcënon apo ndikon negativisht tek kategoritë me tyra të ulta. Ekonomisti Bellaqa tutje vuri theksin edhe te statistikat e rritjes së inflacionit nga muaji korriki këtij viti. Nga korriki, për shembull 4.3% korriki këtij viti në krahasim me korrikin e vitit kaluar, gjithashtu gushti 4.5% krahasim me gustin e vitit kaluar, shtatori 4.7%,
tetori faktikisht 5.1%, ndërsa nëntori 5.3%, që është ndjeshme për ekonominë e Kosovës, sidomos i preke produktet elementare, bazike, produktet ushqimore. E kur është fjala te faktorët që ndikuan në rritjen e inflacionit, Bellaqa ka përmendur disa prej tyre. Që ka ndikuar më shumë është fakturat e mbrëmshme, si fakturën e mbrëmshme di energjetik është sidomos gjashtor ngritja e çmimit të energjisë elektrike 16.1%, gjithashtu faktura tjetër është thjesht mosformimi i institucioneve qendrore, qoftë parlamentet, qoftë qeverisë, që ka ndikuar që mos të ketë mekanizma efikas që të krijojnë një ekuilibër social. Ndërkohë, doktoranti i ekonomisë Edisonja Kurti në një publikim në rrjetin e tij Facebook ka nxjerrë të dhëna mbi rënien drastike të fuqisë blerëse në Kosovë, duke ilustruar përmes shifrave se inflacioni ka zhvlerësuar paranë e qytetarëve. Sipas tij, inflacioni e ka gërryer ndjeshëm fuqinë blerëse në Kosovë këto 3-4 vitet e fundit. Në vitin 2014 me 100 euro të vitit 2019 do të mund të blini mallra shërbime në vlerë rreth 105 euro. Në vitin 2025, 100 euro e vitit 2019 vlen vetëm 78 euro. Atë që në vitin 2019 e blini me 100 euro, në vitin 2025 na kushton rreth 128 euro. Lumi Krena përshkon një pjesë të konsiderueshme të Gjakovës. Gjendja aktuale në disa segmente të tij nuk është as pak e mirë. Kjo për shkak të hodhjes së vazhdueshme të mbeturinave që po mbushin shtratin e lumit. As pak e bukur, po vlerësohet pamja e lumit Krena në këtë stin të dimrit, ndonë se rrjedha e ujit të tij përshkon të gjithë qytetin. Rreth shtratit të tij po shihen edhe mbeturina të shumta të hedhura nga persona të pakujdesshëm, gjë që shkakton në masë të madhe ndotjen përreth rrjedhës së lumit dhe ndikon në dëmtimin e hapësirës përreth. Ekipi i televizionit Syri në vazhdimsi ka realizuar kronika në lidhje me ndotjen e lumit, por situata po vlerësohet të ketë mbetur e pandryshueshme. Pamja mbeturinave të shumta të hedhura ka sjellë një pamje as pak të këndshme në qytet, e nëse vazhdohet kështu rrezikohet edhe shëndeti i komunitetit. Në hapësirat e shkollës Fehmi Agani në Gjakovë, sonte Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti takim elektoral, ku krahas shpalosjes së programit politik u prezantuan edhe kandidatët për deputet për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Nga të pranishmit u premtua se programi i tyre elektoral është garanci për shtetëndërtimin e Kosovës në shumë sfera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur sonte një tubim elektoral në qytetin e Gjakovës. Tubimin elektoral i pari hapi kandidati për deputet Shefqet Shehu, i cili tregoi arsyet pse qytetarët duhet ta votojnë këtë parti. A ke nevojë për shëndetësi më të mirë? Tha po, zgjedh LDK. A ke nevojë për arsim më të mirë? Tha po, zgjedh LDK. A ke nevojë për zhvillim ekonomik? Po, zgjedh LDK. Një fjalë rasti mori edhe doktor Ferit Agani. Ne do të arrijmë që të meritojmë mbështetjen e Zotit të Madhreshëm, që do të bekoj Gjakovën, do të bekoj Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë e Drejtësisë, do të bekoj Kosovën me një pris dhe me një parti udhëheqëse e cila popullin e Kosovës do ta çon përpara. Tubimin elektoral e mbylli kandidati për kryeministër Lumir Avdigjiku, i cili prezantoi vizionin e LDK-s për qeverisjen e ardhshme. LDK nuk premton mrekulli, premton normalitet, premton shtet, premton rend, ligj dhe zhvillim të qëndrueshëm e gradual. Ne jemi forca që e shohim qytetarin në qendër të politikës, që e shohim familjen si qendër të shoqërisë e që e shohim fëmijën si investim, jo vetëm si një numër statistikor. Ky aktivitet shënon një tjetër ndalesë të LDK-s në kuadër të takimeve me qytetarë në komuna të ndryshme të Kosovës, duke reflektuar motën e fushatës Zgjedh shpresën. Është program i jetës.
Të veçlit e shkollës Fehmi Agani ju gëzuan 10 dhuratave të shpërndara këtë fundvit nga Bashkësia Ungjillore Familja në Gjakov. Në një atmosferë festive, nxënësit kaluan disa momente argëtimi në hapësirat e shkollës, duke krijuar shumë momente festive. Atmosfera festave të fundvitit u ndjek sot tek të veçlit të shkollës Fehmi Agani, të veshur me motive festive e me plot gëzim. Ata u përgatitën për të pritur përfaqësues nga Bashkësia Familja, të cilët kishin sjell nga një dhuratë për secilin prej tyre. Pastori i Bashkësisë Familja Driton Gashi tha se ndjehet shumë mirë që arritën që përsëri të sjellin dhurata për fëmijët, ndonse nuk ishte e lehtë. Jam i lumtur që prapë sikur pastori i Bashkësisë Familja në Gjakov, edhe këtë vit të kena pas mundësinë për të sjellur këto dhurata, edhe pse nuk po është lehtë, çdo vit po bëhet më vështirë ardha këtyre pakove, por ne po shpresojmë që do të kena mundësi me siguru çdo vit që këta fëmijë mu gëzu në këto kohë të fundvitit, në kohën e Krishtlindjes edhe në kohën e vitit të ri. Mësuesja Rolanda Këpuska tha se fëmijët me zi e prisnin këtë ditë. Sot për nxënësit e shkollës sonë Fehmi Agani është një ditë shumë e lumtur, sidomos për fëmijët, sepse Bashkësia Familja ju ka sjell dhurata për festat të fundvitit. Këta janë shumë të lumtur dhe kanë kujt me shumë përpadorim, sepse edhe viteve të kaluar ju kanë sjell dhurata. Besoj që fëmijët në të ardhmen të jenë shtyll që këta të bëjnë dhurata për fëmijët tjerë në të ardhmen. Shumë të gëzuar ishin të gjithë fëmijët. Unë jam shumë e gëzuar për këtë dhurata dhe me pëlqen shumë. Nga ty tha se është e rëndësishme që secili fëmijë të ndjejë se dikush ka menduar për ta, si dhe njëjtë duhet edhe ata të veprojnë për të gëzuar fëmijë tjerë. Në cilësinë e Nikoqirit, basketbollistët e Vllaznimit ja dolën të mposhtin basketbollistët e Rahovecit 0-2-9, përballje kjo e cila përfundoi 77-71 në të mirë të kuqezinjëve. Për dallim nga humbja e kaluar, kuqezinjët patën një paraqitje të mirë në ndeshjen e Xhiros së 12. Është zhvilluar mbrëm ndeshja mes klubit të basketbollit Vllaznimi dhe basketbollistëve të klubit Rahoveci 0-2-9. Ndeshja e cila u zhvillua në orën 18:45, mbrëm në palestrën Shaninushi në Gjakov, rezultoi në favor të Nikoqirëve, ku kuqezinjët mposhtën basketbollistët e Rahovecit 0-2-9 me rezultat 77-71 në të mirë të Vllaznimit. Risia e kësaj ndeshjeje ishte debutimi i transferit më të ri të Vllaznimit, basketbollistit Andrew Gordon. Kjo fitore vjen pas humbjes së kaluar kundër klubit të basketbollit Bora. Për dallim nga humbja e kaluar, basketbollistët e Vllaznimit patën paraqitje të mirë në përballjen e Xhiros së 12, duke rezultuar kështu me fitore bindëse, një prej më të rëndësishmeve të gjithë sezonit. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para së të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Pensionistët më nuk duhet të paraqiten në zyrë për të dëshmuar se janë gjallë. Inflacioni në Kosovë sërish në rritje. Ekonomisti Jakub Bellaqa thotë se rritja e inflacionit po dobëson fuqinë blerëse. Nxënësit e shkollës Fehmi Agani marrin dhurata në fundvit nga Bashkësia Ungjillore Familja në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.